Mirë se vini në botën e yjeve. AstroChart, bëni subscribe për më shumë video. 4 gratë më karizmatike të horoskopit. Në vend të parë Luani. Gruaja Luan ka lindur për të ndriçuar. Ajo ka vetbesimin që nuk blihet dhe nuk mësohet, e ka në gjak. Do vëmendjen, por nuk është e paturpshme. Ajo e di që e meriton. Kur hyn në një ambient, njerëzit ndalojnë pa e kuptuar pse. Ka mënyrën e vetë të ecjes, të shikuarit, të bindurit me një buzëqeshje. Nuk kërkon që ta adhurosh, por ndihesh i detyruar ta bësh. Në dashuri, ajo është si diell, të ngrohtë, por edhe të djeg po u afrove shumë. Në vend të dytë Akrepi. Kjo grua nuk ka nevojë për fjalë. Karizma e saj është magnetike, e thellë dhe shumë e rrezikshme. Nuk e kupton pse të tërheq, por thjesht ndodh. Ka një shikim që flet më shumë se çdo fjalë dhe një prani që të ndjek edhe pasi largohet. Në dashuri është pasion dhe mister në të njëjtën kohë. Akrepi nuk e ndan energjinë me këdo, por nëse të zgjedh, do ndihesh si i zgjedhur i botës. Është ajo gruaj që njerëzit nuk e harojnë edhe vite pas ndarjes. Në vend të tretë Binjakët. Gruaja Binjak është energji e pastër, jetë dhe humor. Ajo di si të bëjë të ndihesh i gjallë, të mbajë me buzëqeshje dhe të rrëmbej me mendje. Karizma e saj vjen nga zgjuarësia dhe fleksibiliteti. Ndryshon, surprizon dhe kurrë nuk është monotone. Në bisedë është si magnet, të fut në botën e saj dhe nuk të lë të dalësh. Njerëzit nuk e harrojnë sepse me të çdo moment duket si një histori. Në vend të katërt, Peshorja. Është shumë e hishme, e qetë, por me një elegancë që nuk është vetëm pamje, është mënyrë e të qenurit. Peshorja di të sillet, di të flasë, di të bëjë të ndihesh i veçantë. Është diplomatike, e butë, por me ndikim të fuqishëm. Karizma e saj është në balancë, as shumë, as pak. Ajo është një grua që të josh pa e kuptuar, të fiton me sjellje dhe jo me fjalë. Në çdo shoqëri është ajo që të gjithë duan afër, por pak guxojnë t'i afrohen.